Me fitoren pa ballotazh, zoti Ladrovci ja dha debaklin më të madh elektoral të pas luftës në zgjedhjet lokale PDK-s. Debakli më i madh elektoral pas luftës. Definitivisht, për bindjen time, për mendimin tim, sepse është një situatë komplekse, nuk është që kemi rastisur të paktën deri më tash që një kandidat i një partije të ketë dëshirë të garoj, të ketë suksese që i kanë numëruar edhe këtu në studio, që janë pranuar edhe nga partia në një mënyrë apo tjetër, po në fund e kanë penalizuar atë që është disa dur në kryesi, ndërkohë për zotin Ladrovcin votuan 13.140 dur. Pra, këto janë më shumë vota, se sa që ka marrë për shembull, edhe pse në përqindje është më lartë zoti Samir Ushtaku në Skenderaj, ai ka marrë 12.433 vota, ndërsa zoti Ladrovci, me përkrahjen mbështetjen në Drenas, e te kaloj edhe këtë figurë për cilën thoshte se po garoj në fakt kundër tij, kundër bedelit të tij. I ngjiti Ladrovcit kjo po themi narracioni se unë po garoj edhe për ta mbrojtur Drenasin nga kontrolli i ai çunte bedel këtë kundër kandidatin e tij. Ju referohemi deklarimeve ku sipas tij zoti Hajdari është vetëm një bedel i Samir Ushtakut dhe apo siç e parafrazonte membri Krasniqin, na me garu edhe me datën razë në Drenas, fitojmë gjithë që ishte një shuplak për membri Krasniqin, për kryesin, pajtojmë atë që e tha pak më herët zoti Maloku, duke shtu edhe pjesën e euforisë pa përmbajtshme lidhur me rezultatin e exit pollave në Mitrovicën e Jugut, ku një kryetar partije, që duhet të jetë më gjak ftohti, që duhet të jetë ai i cili e bën orientimin e masës, ai shkon dhe feston. Do të shtrojë një të pyetje edhe ju, e thash siç e shtrova te Maloku. A duhet të ketë, po themi, Maloku tha duhet të ketë një refleksion, një analizë të thellë në Partinë Demokratike se çfarë ndodhi. Ju po thoni është debakli më i madh që nga pas lufta i këtij subjekti politik në nivel lokal, po e themi. Duhet të ketë përgjegjësi, të marrë përgjegjësi dikush për këto vendime që janë marrë. Gjithë brenda partisë e luftuan një njeri i cili deklaruaj në vazhdimsi në fushat që unë jam pjesë e PDK-s, duan të me përjashtojnë dhunshëm, por këtë gjë s'mund të ma bëjnë shkaku që jam jep prej themeluese. Membri Krasniqi në studio televiziv tha ai më nuk është në PDK, garon me një sigël tjetër politike në këtë zgjedhje dhe nuk është pjesë e partisë. Unë mendoj se më parë membri Krasniqi mund të largohet nga PDK se sa zoti Ladrovci. Pra më përpara. Pasi Krasniqi mund të largohet nga kryetarlloku, po themi udhëheqja e partisë, jo. Në këtë kuptim e thash. Edhe mund të mos ndodhë, është vendime që i merr PDK-ja. Them gjasat, kështu, kushtimisht. Më shumë janë që zoti Krasniqi të largohet se sa zoti Ladrovci, sepse e ka shpreh për kushtimin e vet edhe e ka bërë garën edhe e ka fituar. Zoti Krasniqi s'ka fituar asnjë garë elektorale. Ai s'ka qenë asnjëherë në garë komunale. Ai s'ka tregu ndonjë sukses në zgjedhjet e përgjithshme, nga që u rëndet partia e dytë me një diferencë përgjysmë më pak se sa partia e parë. Kështu që nuk ka gara të fituara me Emili Krasniqi. Për zotin Ladrovci u dëshmu në këto zgjedhje, e jo vetëm në këto, po edhe në ato që ishin më parë kur garante me PDK-n, pra me PDK-n kur garante para 4 viteve shkojnë ballotazh, tash vetë. Pasi sjellja e subjektit politik Boris Ladrovci, po themi, ata tentuan ta eliminojnë debaklin më të madh, prapë e përsëris, ja shkaktoi debaklin më të madh elektoral të pas luftës në zgjedhjet lokale. Vetëm a mundem? Okej, për Drenas. Është një çështje që mostrim edhe shumë që është një çështje që nuk dua, domethënë gjithsesi nuk pajtohem dhe ka një shpjegim këto. Nuk as pajtohesh me Xhevdekin. Çështja e mundësisë së largimit nga ana e prej PDK-s të